Kërcënoi me thik punojësin e dyqanit dhe volli pajisje elektronike, arrestohet 44 vjeçari në Durrës. Një 44 vjeçar është arrestuar pasi kërcënoi me thik punojësin e një dyqani dhe volli disa pajisje elektronike në Durrës. Në pranga ka rënë shtetasi Spiro Dede, autori dyshuar dhe i 2 vjedhjeve të tjera në një market në lagjen nr. 10 dhe në një automjet në lagjen 12 në qytetin e Durrësit. Po ashtu është vënë në pranga dhe shtetasi Edison Shqarthi, pasi theu masën e sigurisë arrest në shtëpi pasi dyshohet se doli për të kryer sërish vjedhje. Finalizohet operacioni policor i koduar Fast. Zbardhen 3 vjedhje të ndodhura në market, dyqan dhe automjet. Kanosi me mjet prerës thik, punojësin e një dyqani dhe mori pajisje elektronike, policia identifikon dhe kape arreston pak orë pas vjedhjes autorin e dyshuar. Gjithashtu policia kapur dhe ka vënë në prangë autorin e dyshuar të vjedhjes në një market. Ky shtetas me mas siguri arrest në shtëpi për vjedhje. Shërbimet e policisë me njërë pas njoftimit të marrë për një vjedhje në një dyqan pajisjes elektronike në lagje nr. 4 Durrës, organizuan punën për kapjen e autorit. Si rezultati veprimeve të shpejta policore të kryera nga Komisariati i Policisë Durrës në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të DVP Durrës në kuadër të procedimit policor të koduar Fast, u mundësuan pak orë pas kryerisë së vjedhjes lokalizimi, kapja dhe vënia në prangë e autorit të dyshuar të rastit, shtetasit Spiro Dede, 44 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas ka kanosur me një mjet prerës thik punonjësinë e dyqanit dhe ka marrë aty pajisje elektrike. Gjatë operacionit Fast, bazuar edhe në informacionet e marra në rrugë operative, policia ka kapur dhe ka vënë në pranga edhe autorin e dyshuar të 2 vjedhjeve të ndodhura në një market në lagje nr. 10 dhe në një automjet në lagje nr. 12. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit e Sh, 35 vjeç, banues në Durrës. Ky shtetas kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, po për vjedhje dhe dilte për të kryer vjedhje përsëri. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme, thuhet në njoftimin e policisë.